kur temperatura rritet dhe ndjenjat dalin nga kontrolli. Shtëpia e Big Brother Kosova është ndërtuar për të vënë njerëzit në provë, durimin, karakterin dhe ndjenjat. Por ndonjëherë ajo bëhet skenë e diçkaje që nuk planifikohet dot, afrimit njerëzor që shpërthen pavarësisht rregullave, kamerave dhe gjykimeve. Pikërisht në këtë realitet, Alba dhe Limi vazhdojnë të ndezin temperaturat e shtëpisë, jo me fjalë të mëdha, por me puthje, shikime dhe një tension që ndihet në ajër. Afrimi I tyre nuk është më sekret. Çdo lëvizje, çdo qëndrim pranë njëri tjetrit, çdo heshtje e gjatë flet më shumë se sa deklaratat e hapura. Ata nuk kanë nevojë të shpallin asgjë, ndjenja e tyre është e dukshme. Në korridore, në obor, në qoshet të shtëpisë, syt takohen dhe shkputen me vështirësi. Puthjet e tyre, të shpeshta dhe të ngarkuara me emocion, nuk janë thjesht shfaqje afeksioni, por shprehje e një tërheqjeje që nuk po arrin ta frenojnë. Alba duket më e gjallë, më e pranishme. Pas ditëve të vështira dhe pasigurive, ajo gjen të Limi një ndjenjë sigurie dhe dëshire që I rikthen energjinë. Në mënyrën se si e shikon, në mënyrën se si afrohet, ndjehet një pasion që nuk kërkon leje. Për të, kjo afërsi është një arratisje nga frika dhe një përqafim I momentit. Limi, nga ana tjetër, duket sikur ka hequr mburojat. Ai nuk fshihet më pas paqartësive apo vendimeve të lëkundura. Kur është pranë Albës, ai është I drejtë për drejtë, I fokusuar, I dorëzuar ndaj ndjenjës. Puthjet e tij nuk janë të shpejta apo sipërfaqësore, ato mbajnë një intensitet që tregon se epshi dhe afërsia emocionale janë ndërthurur. Shtëpia reagon. Banorët e tjerë ndjejnë ndryshimin e energjisë. Disa shohin me kurreshtje, disa me skepticizëm, të tjerë me gjykim. Por Alba dhe Limi duket se nuk ndalen. Jo sepse duan vëmendje, por sepse ndjenja e tyre ka kaluar pikën ku frika e mendimit të tjetrit ka peshë. Kur janë bashkë, bota përreth zbehet. Momentet të nxehta krijohen jo nga veprime të mëdha, por nga afërsia e vazhdueshme. Një puthje e gjatë në mes të shtëpisë, një përqafim që zgjat më shumë se zakonisht, një buzëqeshje që shndërrohet në heshtje të ngarkuar. Është ajo heshtje që flet për dëshirë, për epsh të nënkuptuar, për një ndjenjë që kërkon shprehje. Këto momente nuk janë pa pasoja. Çdo afrim I tyre kthehet në temë diskutimi, çdo puthje interpretohet. Por ata vazhdojnë. Sepse për ta, kjo nuk është strategji, por reagim I natyrshëm. Është zgjedhja për të jetuar ndjenjën në moment, edhe nëse ajo ndez debate dhe rrit presionin. Në netët e gjata, kur shtëpia qetësohet dhe zërat ulen, tensioni mes tyre ndihet edhe më fort. Afërsia bëhet më intime, puthjet më të ngadalta, shikimet më të thella. Nuk ka nevojë për fjalë. Trupi flet, emocionet udhëheqin dhe kufit mes miqësisë dhe pasionit janë tashmë të shkrirë. Kjo histori mes Albës dhe Limit nuk është thjesht për momente të nxehta. Është për mënyrën se si ndjenjat rriten në një ambient që nuk I fal. Është për guximin për të mos u fshehur dhe për të